Mirë, vulaj për ta kreative të këtilla. Vulaj për ta përmbyllur këtë bisedë, tani që gjithë bota është me një lloj paniku edhe i ka shumë pikpyetje të hapura çfarë po ndodh në raportin Shtetet Bashkuara Ukrainë, Shtetet Bashkuara Evropë dhe kështu me radhë. Edhe kur flasim ne për orbitën tonë që e kemi kaq të rëndësishme për shqiptarët e për Kosovën, ai duhet Kosovës leadership që dëshmon protagonizëm apo Kosovës i nevojitet një pragmatizëm edhe një qetësi për ta parë edhe për ta studiuar situata se si është tamam për të marrë më të mirën në këtë moment. Po normal për çdo leadership në këtë vend do të vepru me pragmatizëm. Me analizua se ku ekzistojnë mundësi, ku janë interesat edhe cila është mënyra më efikase me avancua interesat e popullit që përfaqësojnë. Momentalisht është shumë e qartë se sa më shumë bashkëpunojmë me Shtetet e Bashkuara, aq më shumë, aq më mirë e përmirësojmë pozicionin tonë. Në fundit nuk dihet si ka me dalë. Për së pakut na duhet m'ia bën hizmetin. Po, hizmetin po ka dilema Vulaj, mos kjo administratë do ta mbështesë më shumë Serbinë se sa Kosovën. Kjo administratë mbështet Amerikën më shumë se çdo tjetër. Që të tjetër qartë, ha? Po. Se nuk është se ja kanë hatrin një është para sa tjetër, e shohin kur kanë interesin edhe shtyj përpara. Kështu që na duhet si tash me zgjedh ato rrugë bashkëpunimit që me avancua interesat e tyne bashkë me tona